Shqipëria dhe shqiptarët I kanë rënë të thellë. Gjithçka nisi në Krujë më 1443. Një burr me zemër hekure ngriti flamurin e Shqiponjës dy krenare dhe I tha një perandorie: "Këtu nuk kalon kush." Kaluan shekuj, por zëri I lirisë nuk vdiq kurrë. 1912, nëntor, rruga Conë Vlorë. Një flamur valon, një popull merr frym lëshëm për herë të parë pas 469 vitesh. Kjo është historia jonë. Kjo është fuqia jonë. Kjo është Shqipëria jonë. Gëzuar 28 nëntorin, dhe mos harro, sa herë të bije ky flamur, ngrihe.